Keni matur mesatar. Jo me tepru me ekstremizat. Njoni kishte dalë prej shtëpie, shkoi fali drekën. Tu kalu për në xhami, njoni ishte në dru të hurmës, po mblidhke hurma. Ki kur e pa, tha, oj, a ndëgjove tha ezanin? Tha, hedh vëlla këshir punën. Jo e kali Allah. Tha ezani. Tha çka? Tha hebe tha tis e ofendoj. Ai ma që presën hurma shumë, ai drapni shumë ashtu është, shumë interesant, shumë i ashpër, shumë keq. Ai me atë në dorë të poshtë i hiki u mqeh, u kurtalis. E fali drekën, i tha imami, tha u kurtalisa, tha se unë e begjethi rën namaz, tha i ketu mbit. Tha po si, tha ti, po i bërtita, tha. I tha shet more falu, tha ju i dhnu. Tha gabim bre vlla, tha, ti me të mirë ka desh ti thu si, ti thoshe o djali mirë, o burri mirë, po hecet ti rezani, thot haja le sala, haja le fela, ka dhëzoj, tha ashtu po. Kur dul për i qindi, pak vesh ndryshe, e pa të tha, selam aleikum, aleikum selam. O sa hurmat e mira i pas të zotit e, po tha i kom punuare, tha sa të mira që ka, tha e do një kokë, tha di, jahudhi. O sa të mira, mashallah, këtë bereqet që ta ka dhonë zoti, a di sa mirë kishe boti ta falish namazit? Tha po unë e fali? Tha po hajde shkojmë bashkë, zdripi, tu shku ta djetë, tha, ti sa i menqëm, o pares një budal, tha. Tha pares, për namaz dreke, tha pa i shkon shul more, tha. Pa i tha, po ta kisha zonë, atë drop një ndorë, ta kisha zonë, tha, vëm billa, tha, ja kisha e kryet. Tha, jo, tha, alhamdulillah, unë s'jam si kuraj. U frikë, edhe këshirë këshon bonës, tha, me bo me më hetu se jam unë.